Edhe këtë shtunë janë regjistruar përplasje mes banorëve të Bakësirollit me punonjës të policisë, banorët thonë se është ushtruar dhunde grave. Ato shprehin se do vazhdojnë protestin deri në fund sepse tokë takon rrjollorëve. Banorët kërkojnë që institucionet të japin drejtësi sepse theksojnë se po mbrojnë pronën e tyre. Një nga banorët bën përgjegjës prokurorinë e Shkodrës nëse ndodh gjë në rrjoll, prandaj kërkohet të hetohet dosja. Përplasjet me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap djelmoqa që nga kanë ardhur në shtetje nga Durrësi, i kanë futur fugon edhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunojë protestuesit. I ka kap, i ka hedh në fugon, nuk i ka fut si njerëz normal, i ka hedh çunat në fugon, si me qenë ne në fshat kur marrim ne dërkuce hedhim ashtu. Ashtu i ka hedh policia e shtetit. Tani ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do ju kthehet rrjollorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga personat që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rrjollorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Ne nuk do lejojmë. Shpresojmë shumë që Spaku ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mbi dosjen tonë dhe të na japi drejtësinë. Vetëm kaq kërkojmë nga institucionet, të japin drejtësi. Nuk është favor, nuk është asnjë gjë tjetër përveç se drejtësi. Falsifikimet i kanë në zyrë gjitha gjanat. Ne jena tu mbrojt pronën tonë, jena tu ke shtrajtuar pronën tonë dhe kjo nuk është as pak e drejtë. Policia e shtetit, shteti shqiptar duhet ju dalin në zot qytetarëve të vetë që janë në drejtën e Zotit. Jo të marrin në mbrojtje kriminalat. Kjo është një thirrje shumë e madhe që kanë për prokurorinë e Shkodrës. Heto dosjen sa 1 minutë më parë. Mos lejo që të përkeqësohen gjanat në këtë vend. Situata është e caru, ne jena caru, jena sulmu nga policia, jena sulmu nga njerëzit e Fatmir Shpezës, dhe normalisht edhe na kena një pikë kusose durimi. Ndaj prokuroria e Shkodrës do jetë institucioni i parë përgjegjës në qoftë se në gjëra minimale në rrjoll. Ju pe shihni vetë se çfarë po bën policia në këtë popull, si nuk e ka bën as Iran, as Ukraina, se ka bën në Iranin, çfarë të bën policia e shtetit në këtë popull. Këre ku kena gruan e huaj si na i kanë thyer kamën, organizonja. Ta hapin kamrat aty. Këre ku si smund luj venit. 2-3 veti ka marr policia kot. I bajmë thirrje dhe i hesh Spakut, i bajmë thirrje gjykatës Shkodrës, i bajmë thirrje ministrit dhe kryeministrit Edi Rama, që na i hekin ta kriminala politik për këto, se ne po na sjesin punë e po na shkallbojnë e po na lënë në rrugë madhe. Neve gjithmonë i parë fjalë me ato letra. Letrat e din tonë bota se i kena të rregullta. Kur letrat na i kena të rregullta, se s'vjen vetë bashkimulaj e mu marrë me këtë popull. A thuj kë shtet na të pasë që të bën një këtë rrjoll. Le lonin, shie, gat, por burrat të gjithë çunat u arrestuan dhe janë në fugon. Inshallah i keni kap ju se si u përdorin ata çuna. E dyta, i kështetën kthye kuna popullit. Kur kam një konflikt me dikan, mua shteti vjen e merr ty edhe mua, kush e fiton ai forti ai ligu po të marrin na merr. Kto nuk po merr kur kanë vetëm banorët tonë. Ju faleminderit e jara me jurujt Zoti. Sot do me thonë sot kje identik si ditë tjera pa kur i dhoj gjanjet se do me thonë vetëm tentume na marrë deri të të këngtiri me fik mjetet janë turë policë si kur t'ishin serb, jo si kur shqiptar na e bitë tonë janë këta. Tash për Zotën nuk di që ato më veç u falendoj veç ju i audit Zotit. Prej më shumë se 40 ditësh, banorët e Bakësirollit vijnë dhe protestojnë kundër ndërtimit të një resort turistik në zonë.